Janë luajtur të dielën në ndeshjet e javës së 12 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Ekipi i Unifutbollit Bureli priti në stadiumin Leri Ballabani skuadrën kryesuese të kategorisë së parë Skënderbeun e Korçës. Matianët u mundën 2-1 nga korçarët, të cilët i shënuan të dy golat që në pjesën e parë. Megjithatë, duhet thënë se skuadra e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj pati raste të pastra që në minutat e para të takimit për të shënuar, por u humbën nga Feta i Arnold. Miqtë arritën të gjejnë rrjetën e portës matiane në minutën e 7 me Evangelin, i cili shfrytëzon saktë një top të kthyer nga mbrojtja matiane dhe shënon golin e parë. Rastet e ekipit të Burrelit do të ishin të shumta, por pa finalizuar me gol asnjërin prej tyre në pjesën e parë. Miqtë dyfishojnë shifrat në minutën e 21 me Musan. Goli vetëm i matianëve do të shënojë në pjesën e dytë pikërisht me Xhabrahimi në minutën e 60. Korçarët arritën të ruajnë rezultatin edhe në minutat e mbetura, duke bërë që në fund të lojës të rëmbenin 3 pikë të plota nga kjo përballje. Këto 3 pikë mbajnë Skënderbeu në vendin e parë me 31 pikë të grumbulluara në 12 ndeshje, ndërsa Burreli qëndron në vendin e 5 me 16 pikë. Po aq sa Polonia e vendit të 7 dhe 1 pikë më shumë se Iliria e vendit të 4, që ka grumbulluar deri tani 17 pikë. Këtë fundjavë Burreli do të luajë në transfert kundër ekipit të Kukësit.